Sot me në studio është një terapiste ABA, e cila do të tregojë të gjitha drithijet e këtij profesioni. Nga rrugtimi, nga bankat e shkollës, drejt sot një profesioni i cili është sa i vështirë, edhe i bukur, por edhe i rënd për të përballuar, sepse kur flasim për fëmijët, të gjithë bëhemi të prekshëm. Da Miguela Marko, mirëmëngjese, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, kënaqësi të jem këtu me ju sot. Sot jeni një psikologe aktive, një terapiste ABA. A mund ta tregosh pak se si ka nisur rrugtimi yt? Nga shkolla, nga studimet profesionale, deri tani tek ushtrimi i këtij profesioni? Në fakt, kur e mendon, është pak e çuditshme, por edhe një ndjesi kënaqësie, sepse të kalosh nga studimet, je thjesht një studente që ke ato mendimet e tua, a mund t'ja dal, si do të shkoj ky rrugtim, dhe pastaj kur i përfundon ato studime, diplomohesh dhe ke mundësinë të prekësh profesionin tënd, është një kënaqësi e madhe. A ndryshon shumë nga studimet, nga bankat e shkollës, tek profesioni, tek ushtrimi në mënyrë konkrete, hap pas hapi me të gjitha mundësitë e tij? Ke mundësinë të shohësh tamam se çfarë janë ato raste për të cilat kemi biseduar gjatë studimeve. Sepse studimet janë teori, janë anë teorike e gjës. Pastaj, kur kalon tek profesioni, e kupton se si funksionon tamam terapia. Edhe se si aplikohet, edhe cilat janë, ke mundësi të shikosh efektet të gjitha pjesët e saj në çfarë të shtyllë të zgjidhësh psikologjinë? Në fakt, që në shkollë të mesme, që në gjimnaz, ishte një lënë që unë e pëlqeja dhe mendoja pse jo, mund të jetë edhe profesioni im i ardhshëm, kështu që vendosa të aplikoj për këtë profesion dhe kisha të mendimin që mund të njoh edhe veten time më mirë me anë të këtij profesioni dhe pse jo ndihmoj edhe të tjerët që kanë nevojë, që duan ndihmë. A e arrite këtë? E arrita. Kjo është gjë e mirë. Shikoj se duhet guxim ta njohësh veten. Po, është pak e vështirë t'ja pranosh vetes ato që ti mund zbulosh gjatë rrugës. Se të tjerëve shkollaj t'ja pranosh, po jo të gjithë ne duam ta njohim, ta shohim veten tamam ashtu siç duhet në fakt. Këtu duhet një kurajo dhe të gjithë psikologët e kanë vërtet të kurajon e fortë për ta parë veten sy. Si që në të tjenë ndonjëherë edhe na shkalojmë dhe bëjmë sikur s'po i shohim disa gjëra. Me dhe ndodh. Kemi pasur një lidhje të ngushtë me alternativën studentore. Na trego pak si ishte kjo lidhje dhe si ka ndikuar për të vërtetën alternativa studentore edhe tek formimi yt profesional, por edhe i studimeve dhe i yti. Në fakt, me alternativën studentore unë njoha në vitin e 3 të studimit ciklit bachelor. Ishte, le të themi, një surprizë e këndshme, sepse gjeta një ambient shumë mikpritës dhe kishte persona që të këshillonin në çdo aspekt, të udhëzonin, të drejtonin aty ku ti kishe një dilemë, një mundësi e mirë për mua, sepse më zhvilloi si nga ana personale dhe nga ana profesionale. Të kuptoja më shumë, kishte situata të vështira me cilat mund të përballesh dhe merr atë përvojën që të ndihmon të përballosh në të ardhmen një situatë të ngjashme me atë që ke kaluar. Sa rëndësi ka për të rinjt, për studentët, që të bëhen pjesë e këtyre bashkimeve studentore? Alternativa studentore është një grup shumë i mirë i cili bashkon studentët e të gjitha degëve në Universitetin e Shkodrës Lëviç Gorakuqi. Por sa rëndësi ka për të rinjt të bëhen pjesë alternativës? Është një mundësi e mirë. Pikë parë nga që mundën të kenë kontakt me njëri tjetrin. Njeriu e ka të nevojshëm kontaktin me njeriun, sepse mund të rritesh më shumë edhe ti vetë, mund të kuptosh më shumë për njeriun, qoftë edhe për të kuptuar se me cilët njerëz ti komunikon më mirë, cilët njerëz do të mbash afër në fundit. E vërtet. Mundesh të socializohesh më shumë, të mos ngujohesh, si të themi, sepse teknologjia ka përparuar shumë. Të rinjt në kohët e fundit janë shumë vënë pas teknologjisë. Kështu që mund të ndodhë që të izolohen nga të tjerët, është një mundësi e mirë. Qoftë të bashkohen një organizate, qoftë të ushtrojnë hobit e tyre, mjafton që të mos izolohen edhe vetë, të mos rrinë vetën. Dhe me që po flasim për disa nga problematikat që mund të hasin të rinjt, me çfarë problematikash hasesh më shpesh në punën tënde? Qoftë për të rinjt, por edhe për fëmijët. Ka shumë raste që paraqitet me ankth, sidomos me ankthin social,
ka raste me ADHD ose çrregullimi i mungesës vëmendjes dhe hiperaktivitetit, janë fëmijë që janë shumë impulsiv, hiperaktiv, kanë vështirësi të përqendrohen, ka fëmijë që janë të diagnostikuar në çrregullimin e spektrit të autizmit, ka shumë raste me depresion, janë shtuar shumë të raste edhe tek të rinjt. A rendim ne drejt me vrap, drejt diagnostikimit të secilës sjellje të rinjve? A kemi këtë tendencën që nëse për një farë periudhë kohe mund të jemi paksa të mërzitur, sepse kështu është jeta, a nxitojmë të themi jam me depresion? Po, edhe ndodh. E mund ta dëgjojmë mes njëri tjetrit, mes shoqërisë që nuk ndihem mirë. Mendoj se kam depresion ose jam i stresuar. Për 2 ditë. Por mendoj se diagnostikimi duhet t'ia lëmë më mirë profesionistëve. Kjo është e vërtetë. Mos të nxitohemi, sepse edhe mund të bëhemi merak për veten tonë pastaj. Të diagnostikosh veten është pak... është gjithmonë gabim. Është gjithmonë gabim diagnostikosh veten. Nuk jemi ekspert në të gjitha fushat, mund të jemi ekspert në një fushë, por për pjesët e tjera le t'ia lëm profesionistëve gjykimin e simptomave, absolutisht po. A kanë vështirësi njerëzit për të kërkuar ndihmën psikologjike dhe a ekziston ende kjo stigma që nuk po shkoj tek psikologu se do më gjykojnë tjerët? Për fat keq ekziston akoma. Pavarësisht se në krahasim me 10 vite, 20 vite më përpara, normalisht është pak më e mirë kjo pjesa që e kanë pranuar që mund të shkojnë edhe te psikologu dhe të marrin ndihmë për një problem që mund të kenë, por ekziston akoma. Ekziston akoma dhe nuk duan të shihen që po shkojnë tek një psikolog sepse dikush mund të flasë, dikush mund të thojë diçka që është e papranueshme për ta. Kështu nuk duan të shihen shumë tek psikologu. A mund t'i ndihmojmë tani? Si mund t'i ndihmojmë ta kapërcejmë këtë? Se po bënim bashkë një bisedë përpara se të jeni në transmetim që secili njeri ka nevojë për psikolog. Nuk do të thotë që kemi probleme madhore. Do të thjesht që në një moment të ditës, të jetës, të javës, ne jemi të lodhur dhe thjesht kemi nevojë të shkarkojmë të energjinë. Pikërisht. Mund të jetë vizita tek psikologu, një vizitë tek psikologu mund të jetë edhe vetëm për të folur, për të shprehur atë që ne na mundon për brenda dhe ndoshta nuk mund t'ja shprehim një shoqëje, një shoku, një familjari, kështu që mund të jetë një mundësi e mirë për të shprehur atë që ke ti brenda, që mos të kaloj pastaj në një stres të akumuluar, mos të kaloj në depresion dhe mos bëhet edhe më e vështirë pastaj për trajtimin e tij. Absolutisht po. Po flisim pak për stresin. Dhe çfarë dallimi ka mes një stresi të përditshëm edhe një problemi që ka nevojë për ndërhyrje, se ndonjëherë edhe kur stresi bëhet i madh, bëhet pastaj një pengesë për të jetuar. Patjetër. Stresi i përditshëm vjen në fakt nga situata të ndryshme që ne i identifikojmë në përditshmërinë tonë, ka një nivel ashpërsie të caktuar, edhe ai stresi që ne kemi është në të njëjtin nivel me këtë ashpërsi apo vështirësi që ka situata dhe zakonisht kalon sapo kjo situatë të kalojë apo të përfundojë. Dhe mund të jetë edhe një mundësi e mirë për të na motivuar, për të fokusuar dhe të kemi sukses, ndërsa një problem ndërsa një problem që ka nevojë për trajtimin e një profesionisti është diçka që është e pranishme për një kohë të gjatë, mund shkojë edhe për muaj të tërë. Muaj të tërë. Po. Dhe mund të na ndikojë edhe anën fizike tonë, mund ndikojë në cilësinë e gjumit, në aftësinë tonë për të ngrënë, ndoshta ha më shumë se zakonisht ose më pak, kjo ndikon te pesha jo direkt, mund na shkaktojë dhimbje koke, problematika nga gama të ndryshme fizike, janë të lidhura direkt. Dhe zgjat shumë kohë, ndoshta nuk mund ta dim se pse na vjen kjo ndjesi, e prish, po themi, atë funksionimin ton të përditshëm. Prandaj duhet... Dhe ky është momenti që ne duhet të kuptojmë, të zgjohemi, dhe të themi vetes që është momenti për të kërkuar ndihmën e një profesionisti. Dhe Miguela, mediat sociale dhe rrjetet sociale, sa ndikojnë tek shëndeti mendor i të rinjve? Ndikojnë shumë. Siç dihet tashmë, jo vetëm të rinjt, adoleshentët, por edhe fëmijët në mosha më të vogla kanë akses të paktën tek një telefon, që ka rrjete sociale ndryshme në të. Dhe ajo jeta që pasqyrohet aty, ai luksi i shfrenuar që mund shohim ato trupat e bukur të modelëve,
të gjitha këto ndikojnë tek fëmijët, sidomos tek adoleshentët që është një moshë shumë e delikate. Mund shkaktoj ankth, sepse unë nuk mund të arrij këtë, mund shkaktoj edhe zemërim, sepse nuk e arrij. Mund të na shkaktoj, mund të na kaloj edhe deri në depresion. Rrjetet sociale. Sepse mënyra se si mendon njeriu akumulohet dhe fillojnë ato mendimet negative për veten, që unë nuk jam i mirë mjaftueshëm, fillojnë probleme me vetbesimin, kështu që mund të bëhet problem për të gjithë fëmijët edhe të rinjt. E vërtet në fakt, rrjetet sociale, sidomos me këtë përhapjen kaq të madhe, sikur bëjnë më shumë dëm se sa bëjnë më shumë mirë, në disa raste. Pa dyshim ka dhe anët e veta pozitive, sepse mund gjesh një komunitet shumë të mirë për të komunikuar me ta. Por, anët negative janë shumëta. Janë të shumëta dhe duhen pasur kujdes dhe nënvazhdim gjithmonë. Duhet mbajnë parasysh, sidomos edhe nga prindërit, që ta monitorojnë pak këtë pjesën e fëmijës se sa arrin në rrjetet sociale. Kjo do të ishte vërtet shumë e mirë në fakt. Ndryshimet familjare apo presionet e shkollës, se teknologjinë ne e cekëm, ndikojnë për mirë apo për keq tek fëmijët? Fëmija që në fillim, që kur lind dhe gjatë gjithë zhvillimit tij, jo vetëm për sa kur po themi është fëmijë apo adoleshent deri 18 vjeç dhe mbaroi, gjatë gjithë jetës ka nevojë për stabilitet në familje dhe në shoqëri në përgjithësi, me që po flasim për familjen. Ka nevojë për stabilitet. Nuk këshillohen shumë ato ndryshimet e mëdha, apo divorcet sidomos. Janë shumë ndikuese tek psikologjia e fëmisë. Situata ekonomike, padyshim ndikon, situata ekonomike e familjes. Këto ndikojnë në mënyrën se si fëmia e sheh veten edhe familjen e tij. Dhe mund të fillojnë, siç thash, ato mendimet negative, që unë nuk jam aq i mirë sa shokët e mi, me që unë nuk mund ta kem diçka që unë e dua, ose nuk mund të më plotësojnë diçka që unë dua. Janë ato mendimet stresi që ka familja, që e pasqyron tek fëmia dhe edhe fëmia e kumulon për brenda. Kështu që një fëmijë i vogël të përjetoj stres është pak e vështirë, sepse nuk di ta kontrolloj. Ne të rriturit edhe mund të gjejmë një mënyrë se si ta kontrollojmë atë stresin që po ndjejmë, ndërsa fëmia është pak më e vështirë, sepse nuk e ka atë kapacitetin, le të themi, që ta menaxhojë më mirë. Ne folëm pak momente më përpara për kur duhet ta kuptojë një rritur që është momenti për të kërkuar një ndihmë profesionale. Tani më lind tani një pyetje, kur duhet prindi ta kuptojë që fëmia e tij ka nevojë për një asistencë profesionale, dhe kjo është më vështirë se sa të kuptosh për veten tënde. Është pak e vështirë, por do të këshilloja që të jemi sa më shumë vigjilent ndaj fëmijëve tanë. Nëse shohim një sjellje që nuk është normale në krahasim me përpara, ose nëse zhvillimi i fëmijës nuk po shkon paralel me moshën e tij, sepse zhvillimi është gjithmonë paralel me moshën. Në moshe të caktuara ka zhvillime të caktuara. Nëse këto zhvillime nuk po arrihen, atëherë duhet të jetë një pikë ku ne duhet të ngulitemi dhe të mendojmë mos vallë duhet që të analizohet pak më thellë kjo pjesë nga një profesionist dhe të shohim se ku del. Ndoshta nuk është edhe aq keq, ndoshta mund të jetë diçka që ka nevojën e profesionisti. Sa vështirë e bëjnë prindrit këtë kuptimin, këtë vetëdijsimin? Është pak e vështirë, sidomos kur bëhet fjalë për fëmijën. Dihet që prindi do vetëm të mirën për fëmijën e tij. Dhe është pak e vështirë ta pranosh që fëmia mund të ketë një problem. Ai mendon që fëmia im është normal, do ta kaloj, do t'i rri afër, por mund të jetë një problem pak më i thellë se aq. Prandaj edhe këshillohet ndihma e profesionistëve. Kjo të qëndruarit afër është shumë e rëndësishme. Krahas mendoj edhe me një komunikim të shëndetshëm me fëmijët. Si mund të arrihet një komunikim i shëndetshëm? Duket sikur sa më shumë rriten fëmijët, aq më i vështirë bëhet komunikimi me ta. Ashtu duket, sidomos edhe kur arrin ashtu ai. Në adoleshencë. Më pret një rrugë e vështirë përpara. Por duhet të jemi aty për fëmijët. Të jemi sa më të pranishëm, të jemi ajo safe space që themi, ajo hapësira e sigurt e fëmijës, që fëmia të jetë i sigurt që mundet vite ti dhe të shpreh çdo problem që ai mund të ketë. Të mos stepet që çfarë po më thot, si po reagon, të jetë ta ketë atë hapësirën
që ti do ta kuptosh, ose të paktën do të mundohesh ta kuptosh, do ta udhëzosh me aq sa ti mundesh duke ju përshtatur atij problemi që ai mund të ketë. Mendoj për adoleshentët kjo është e pamundur. Jo e pamundur. Është e vështirë për të realizuar. Nuk është e pamundur. Janë në këtë dilemën. Edhe prindërit në fakt janë gjithmonë në këtë dilemën. Të bëj këtë gentle parenting? Po, është kjo dilema. Apo të jem prind? Po, është kjo dilema, por A shkojnë bashkë të dyja? E vështirë për të përgjigjur. Parenting. Nëse e arrin formën e duhur, edhe mund të shkojnë paralel. Hajde gjej formën e duhur. Kjo, prandaj është kjo eksperiencia e jetës që të ndihmon, duke ju përshtatur fëmijës tënd, duke e pasur si reagon fëmia jot. Kështu që duke menduar edhe që thash që timi ai hapësira sa më e sigurt e fëmijës, edhe për adoleshentët, nëse e marrin që në fëmijëri këtë hapësirën e sigurt, nuk do ta kenë edhe aq shumë problem. Ndoshta mund të stepen pak më shumë, por do të vijë një pikë, besoj që do të vinë edhe të shprehen. Ja, vërtet, gjëra ndërtohen që nga fillimi edhe nuk është se në një moment kur fëmia yt është 15 vjeç ti vendos të ndryshosh taktikën, edhe të pretendosh që fëmia ti përshtatet kësaj taktike të re që ti po ças. Mirë, po flasim për adoleshentët edhe për të rinj. Çfarë mesazhi ke për të rinj? Se ndonjëherë ndjen si të pakuptuar, si të stepur. A keni mesazh për ta? Do të thoja që do të ishte e mirë të mbajmë parasysh se ka një hendek moshe mes prindërve të tyre dhe moshës së tyre. Po, sa adoleshenca është moshë pak e vështirë dhe ne i konsiderojmë adoleshentët si rebel. Por duhet kemi parasysh se prindërit e tyre duan të mirën, më të mirën për ta. Dhe ndoshta është pak e vështirë ta kuptojnë mënyrën, standardin e jetesës që ata kanë apo duan të kenë, në krahasim me atë që ata kishin kur ishin në moshën e tyre. Do të kenë parasysh që duan vetëm më të mirën dhe po bëjnë më të mirën për ta. E vërtet, në fakt. Dhe në fund të kësaj interviste unë mendoj që dalim në përfundimin që shëndeti mendor është po aq i rëndësishëm se edhe shëndeti fizik. A kam të drejtë të them këtë? Ke shumë të drejtë ta thuash këtë, madje ata shkojnë paralelisht. Nëse shëndeti mendor fillon dhe lëkundet, po themi, shkojnë paralel me lëkundjen e shëndetit fizik. Pra nuk mund kemi një shëndet fizik të mirë dhe një shëndet mendor të keq në të njëjtin person. Jo, sepse shumë nga çrregullimi psikologjik ndikojnë direkt në shëndetin fizik, kanë shumë simptoma fizike, mund të shkaktojnë, madje depresioni mund të shkojë deri aty sa të shkaktojë edhe dhimbje koke, probleme me zemrën, probleme me frymëmarrjen, pra kanë direkt lidhje. E kuptoj, edhe është e kuptueshme, nëse fillojmë dhe mendojmë të vërtet një gjë të tillë, e kuptojmë edhe ne se sa rëndësi ka njëri tjetri. Pra, tashmë mund të themi që janë një gjë e pandar. Nëse kujdesim, po. Prandaj do të këshilloja që të kujdesemi për shëndetin mendor, aq sa kujdesemi për shëndetin fizik. Është një thjerrje shumë e mirë në fakt për të gjithë miqtë e emisionit Star që po na ndjekin në këtë moment përmes ekranit të televizionit TV1 Channel. Të falenderoj dashur për gjithë informacionet dhe për këtë çështje kaq të këndshme që solle sot në studio. Shumë faleminderit ty. Faleminderit edhe ju miq që keni përcjellë një intervistë të tillë. Urojmë ta kemi merituar privilegjen e kohës suaj.